Zakonisht keni pa, thojnë të drejtat e grave. Të drejtat e grave. Kush janë të drejtat e grave? Cilat janë? Allahu si ka dhënë drejta grave? Allah si ka dhënë drejta femrës? Ama dikush tjetër i rri pas kësajna. A dikush lip drejtat e grave? Ata se dojnë mi përdor gratë. Mi përdor gratë, si intereson drejtat e grave. Wallahi, çata sot çka thonë drejtat e grave? Çata me arkiv, jo me filozofia, me arkiv, me foto. Ajo shka i qitë të qenit, ato ja kanë qitë grujës. Edhe kanë grejshat, rëq ati. Qështu e kanë drejtue? Frike kanë shpal grujën njeri. Që ta sot, thojnë të drejta e grave. Pra e drejta e shfrytëzimit grujës, jo e drejta e grujës. Se për ndryshe, ma të drejta se në islam. Realisht që dhe zë, sa ka gruja drejta në islam? Apo, shpesher në kër ju kalzoj në gjematlive kështu në mezliset më të lira, të drejta e grave dhe në gjomë mos i kalzoj këtë drejta. Mos i se ka do se po mi hor. Apo kjo fe. Na, sa kanë drejtat grave, me pas ata mundësime na shlujnë. Po ty kur qomar sa në të me ty detirat e tua. Me dit gratë, po ti të thuj Allah shqyqir që zdej ajo. Shqyqir që zdej ajo. Se unë me të kalzu sa drejta ko gruja mbi tyje, ti thu elhamdulillah. Po në kasë një tej s'kanë të ekrin da e sajna. Për këtë asyje, ata që thujnë të drejtë e gruas, ato me shfrytëzua gruas, ata urrejn lirinë e gruas dhe privilegjin e gruas. Andaj do me e bë të përdorur. Si ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, nuk bëhet kıyameti derisa gruaja të shfrytëzohet për marketing. E çet njëri, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e çet njëri lopën e vet, edhe e çet një grua thotë, fol për këtë lopë. Njerëzit nuk e kishin lopën, thonë, atë i të shita. Dhe kanë bërë sondazhe edhe zot. Ata vetë kanë bërë sondazhin. Wallahi pejgamberi sa më ka thonë vesh një fjali. Kto me teste kanë bërë teste. E kanë nxjerr njërin për shembull shat diçka kit falc. Edhe del aty një djalë i vesh të mirë, serioz, edhe thotë kjo është artikulli. Ki djali e shat sen original. I vesh kit komplet çish i ka hije me shit. Del këtu shat falc, kot diçka shat një din artikull, gruaje me veshje provokative. Edhe kanë bërë test. Këtë në alën të kjo. Sa kushton kjo? O, falco. Ajo thot falco. Ska lidhe, nuk ka falco. Ti nuk i e falco, ajo dhe me thonë. Për këta arsye dhe këta nuk dojnë me e dhanë të drejtën e grujës. Këta dojnë me përdor grujen. E ka dalim. Tha pejgamberi alayhis salam, zbadh kıyameti derisa gruaja të bëhet mjet për shitjen e artikujve. Për këta arsye të ndëruar xhamatli, në këtë Ramazan ne u dasht me ushqim me Kur'an. Me e bo Kur'anin ushqim të zemrave tona. Sikur që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o Allah, bëje Kur'anin shi pranvere për zemrën time. Shi pranvere për zemrën time.